cila fillon me mënyrë paralele. Procedura për zgjedhjen e presidentit dhe procedura për zgjedhjen e kryeministrit. Sipas kushtetutës, në momentin kur fillon procedura për zgjedhjen e presidentit, hyn procedura, duhet ngjallat ditë të zgjedhet presidenti. Kurse kryeministri duhet në momentin kur zgjedhet kryeparlamentari, Albin Kurti ka 30 ditë për ta zgjedhur qeverinë, parasysh ajo është i pari, dhe për ta zgjedhur qeverinë, dhe në këto 30 ditë ai do ta konsumon me siguri pjesën e vet. Ose dhe nëse për 30 ditë nuk zgjedhet kryeministri, kryetari presidenti, zgjedhja e presidentit shtyhet edhe për 30 ditë tjera, domethënë dhe për ta arritur atë gjallëditësin kushtetues. Por ndërkohë çka ndodh nëse opozita i merr 61 nënshkrime, se nëse i lejohet, nëse shkohet vetëm gojarisht te Albulena Haxhiu, se ne i kemi 61, nuk e jep mandatin. Ajo nuk jep mandatin, e kthem të mandatin jo te Albin Kurti, po te dikush tjetër, dhe natyrshëm që unë mendoj që opozita e ka rastin pastaj t'i merr 61 nënshkrime që të hyjë në votbesim dhe ta zgjedh mundësisht qeverinë deri me 4 tetor. Po ju po mendoj që Albin Kurti si ka s'do t'i ketë vota për me bë i vetëm qeveri? Këtu është ajo që për shkak se skenarët janë që ai mund të shkojë deri në 53 deputet. Ti marr me votat diasporës që i bjerë mi fitu ai do të fitoj 75%, 80% të votave diasporës për mi marr 53. Dhe duhet të jenë të vlefshme për mi marr 51. Po, kjo është e mundshme. Teoretikisht 51 53. Jo, 51, 52. Kjo është teoretikisht e mundshme. Po. Është e mundshme për arsye se dalja na kemi mungesë për 200.000 votuesve dhe këto 200.000 votues realisht ja mundsojnë me këto 132.000 sa janë momentalisht po themi kështu te para që t'jenë vota të vlefshme, që po ka mundësi 52-53, por përvoja tregon që 30% e votave janë pa vlefshme. Për shkak të mungesave, për shkak të votimit keq, ose me dijet munguar për votim, si doni e gjojmë sinonimin, dhe mendoj që nuk do ketë ma shumë se 60.000 vota të cilat mund t'jenë të vlefshme. Gjatë nga gjitha zgjedhjet e kaluame, vetëvendosja i ka fituar 62-65% të këtyre votave. 65% e 60.000-ve, llogaritni sa është diku 36.000-40.000 vota të cilat mund t'jenë të vlefshme për vetëvendosjen. Dhe kjo, pastaj kur të shtrihen, rrit 2%, 2.5%, që me 2.5 nëse po tash unë s'po muj me bo për llogaritje, Albin Kurti maksimumin që mund të arrijë është 51-shi. Që mund me këqy. Kurse 52-shi është tash nëse vlefshmëria votave është me numër më të madh se sa herave të kaluara. Cila prognoza jote? Sa deputet do t'i ketë fond? Tash, unë mendoj që me votat diasporës ai do të ketë 51. 51 deputet. 51. Edhe ky është maksimumi. 3 deputet mi rrit nga 48, maksimumi që mund të bëj është ky, 51. Tash. Që nuk i mjaftojnë, pra nëse i referohem herës fundit, mandatit fundit zoti Kurti prej minoriteteve jo serbe i ka pas dhe tash, po hym të çajo që bashkë me Nenad Rashiqin ka pas gjithsej 9, 2 nuk i ka pas. Duda Balin edhe Adem Hoxhën, të cilët po ashtu janë sërish pjesë e legjislaturës. Po. Dhe po, megjithatë nuk hyhet për zgjedhjen e qeverisë, as për zgjedhjen me gjallëtëni, për arsye se gjithmonë mund dështoj zgjedhja e qeverisë nëse ti nuk i ke së paku 62-63. Ky është, domethënë vetëm i marr boton çopë më del vetëm i marr 46%. Po. Atëherë mund ti prodhoj 52 mandate. Po. Do t'i kurti. 51 me 55 mbetet tek 51 mandate. Unë
Tash, une po thëmë për llogaritjet, se me gjitha të, kur po flasim, me siguri një parti tjetër do e marrë një mandat, dhe dikush do e humbë mandatin. Tash, nuk me hy statistika në këtë moment edhe me ngarku shikusin, por afërsisht, nëse gabojmë për një deputet, nuk... E ka një shënoll më arremi për pak kina me po, pra një projekcion ti. Nëse ka projekcioni, mund se shënolli merret me këto. Fakt edhe e parashikon 51 mandate për lëvizjen vetëvendosje. E tash, varianti tjetër është nëse hymë në pako të zgjedhjes se presidentit dhe kryeministët dhe Albin Kurti dhe vetëvendosja përcaktohen që me bëni koalicion me Lidhjen Demokratike. Kjo është e pamundur. Do të thonë, as i kanë votat, as e kanë mundësinë. Për arsye se nëse Lidhja Demokratike vendos, respektivisht Lëmira Abdigjiku, vendos kandidaturën e Vjosa Osmanit, atëherë 300 fillim, garant 6 deputet që e kom pa listën e Lidhjes Demokratike, nuk vetojnë kur, ama hiq kur Vjosa Osmanin për presidenti. Kur. Hiq kur. Kjo është dhe rreziku, tash a mundet të hyet një koalicion tjetër ku kërkojnë hisën qeverisje edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Pra, nëse minoritetet, Albin Kurti, LDK-ja dhe Aleanca e ndërtojnë qatë numrin e mjaftueshëm mbi 83-84 deputetëve për ta zgjedhur presidentin dhe pako edhe kryeministrin. Por, a ka besim të mjaftueshëm apo a ka kriju besim të mjaftueshëm vetëvendosja që të hynë në një koalicion kaq të madh dhe pastaj mos të bëjmë mashtrimin e radhës që kur zgjedhet presidenti mas 6 muajve ta prish qeverinë, ta largoj njërin prej këtyre dhe me njërin ta bëjë një qeveri tjetër. Albin Kurti dhe vetëvendosja duhet bindin shumë fort Lidhjen Demokratike edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës se koalicioni mes tyre duhet jetë i nënshkruar, edhe pse në politikë unë nënshkrimit i besoj atë sa, domethënë fjalëve të Albin Kurtit, besoj që do ketë vështirësi serioze që ky proces mos të shkon edhe një herë në zgjedhje. E vetmi variant, tash ky është varianti më i sigurt, që heqet domethënë ajo vija kuqe me listën sërbska, që i lehtëson shumë gjëra, dhe nëse hjeket edhe vija kuqe me Partinë Demokratike. Me Partinë Demokratike pastaj ka ma lehtë se me njëherë e mërrin edhe zgjedhjen e presidentit, edhe zgjedhjen e kryeministrit. Okej. Fakt, shënoll Muharrem,